pavlefshme rezultojnë 1.460.833 vota të vlefshme dhe 55.519 pavlefshme brenda territorit shqiptar, po verifikojnë gjithashtu edhe 9 kuti të konsideruara të parregullta. Përfundimisht janë vetëm 9 kuti të parregullta, të cilat kanë rezultuar nga procesi i vlerësimit të këtyre kutive. 7 të tilla janë shpallur të parregullta që në momentin e dorëzimit të kutive nga KQV tek KZAZ dhe 2 janë konsideruar si të tilla nga KZAZ pas marrjes të kutive në dorëzim ka rezultuar kështu. Për votën nga jashtë të vendit, procesi vijon me analizimin e fletëve nga Greqia. Deri tani janë numëruar 159.921 vota të vlefshme dhe 1.666 të pavlefshme nga diaspora.